Tetori konsiderohet si muaj roz për ndërgjegjësimin në luftën kundër kancerit të gjirit në të gjithë botën. Në këtë kuadër, Njësia Vendore Kujdesit Shëndetësor në Pogradec ka zhvilluar një takim sensibilizues me nxënëse dhe mësuese të gjimnazit Muharrem Çollaku këtu në Pogradec. Qëllimi kryesor i këtyre bisedave është parandalimi i hershëm i sëmundjes dhe rritja e mundësive për një shërim të plotë të grave dhe vajzave. Sensibilizimi bëhet për të rritur vëmendjen dhe mbështetjen e femrave për zbulimin e hershëm të sëmundjes dhe trajtimin e saj. Mosha dhe gjinia është një faktor i cili është i pandryshueshëm. Me rritjen e moshës neve na rritet edhe risku për të bërë kancer gjiri. Gjithashtu, tjetër, gjinia femërore, nuk e ndryshojmë dot. Jemi femra, jemi vajza, kështu që risku është shumë herë më i madh se sa 1% që mund të preket një mashkull nga kanceri i gjirit. Tjetër, menstruacionet në moshë të herët. Vajzat besoj se janë dakord me këtë, po e shikojnë për shkak të ndryshimit të ushqimeve, të stilit të jetesës. Apeli vijon për gratë dhe vajzat që ende se kanë bërë një mamografi, tashmë ato mund ta bëjnë falas dhe të shpëtojnë jetën e tyre.